Kjo është kutia ime e dytë dhe për fat të keq nuk janë surprizë, kështu që unë e di se kush ka rënë, po këta janë të mundurit. Ta shohim. Ky është my third bias. Kë kemi me flok gri. Tada! Ky është RM edhe ka McDonald's të gjaketa. Edhe duket kështu. Edhe një dhe kartolinën RM, informacionet të vogla këtu. Shumë cute. Tani, me qënë se unë e dija që do e merja këtë, si shqiptare që jam, telefonuam dhe u informuam se kënjojnë që punon të McDonald's, gjetëm pa tjetër dikë, dhe i thash, dua të marr my bias. Më thaj, do të gjitha, i thash jo, dua vetëm një, sigurisht që masolli. Ne do bëjmë një tjetër unboxing. Okej, kjo është e fundit dhe e treta. Kush më nje di se who's my bias ka BTS. Ju tregoj flokët. Tada! Ky është Suga. Tani, very, very cute. Pas ka dhe ky pantallonat me shenjën e McDonald's, ka flokët blu, ka këtë bandierën, dhe ja se si duket, very, very cute, we love this hair, dhe kartolina. Suga, Jungi, okej, këta janë të tre personazhet që unë kam. Do thënë kemi Sugën, my bias, RM, që është nga Rap Line, my bias records J-Hope, dhe i treti është RM. Dhe biasi im i përcaktuar nga universi, sepse gjithmonë ky më bie kur unë bëj blerje, domethënë dhe jo fotokartë e tjerë, është 95-er gjithashtu, Jimin. So cute.